Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga diabeti, konsumoni këto 3 ushqime për të ulur sheqerin në gjak. Rritja e sheqerit në gjak ose hiperglicemia mund të shkaktojë pasoja të rënda shëndetësore përfshirë diabetin dhe sëmundjet kardiovaskulare. Prandaj është e rëndësishme të mbani nivelin e sheqerit brenda kufive normal. Ja ushqimet që mund të ndihmojnë në ulje natyrale të sheqerit në gjak, sipas health.com. Kanella. Kanella është e njohur për aftësinë e saj për të përmirësuar ndjeshmërinë ndaj insulinës, për të ulur sheqerin në gjak, mund ta shtoni në smoothie, në drithra ose në kafe për një shije të këndshme me përfitime të larta shëndetësore. Spinaci. Kjo perime është e pasur me vitamina dhe minerale duke pasur një indeks të ulët glicemik që ndihmon në ruajtjen e nivelit të stabilizimit të sheqerit. Shtoni spinaqin në sallata, në smoothie ose të zjerë në ushqime të shëndetshme. Gjithashtu në dietën e një diabetiku mund të shtohet edhe avokado. E njohur si super ushqim, avokado është e pasur me yndyrra të mira dhe fibra. Këto përbërës ndihmojnë në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak dhe ju bëjnë të ndjeni të ngopur për më gjatë, duke reduktuar dëshirat për ushqime të cilat do të rrisin edhe nivelin e sheqerit. Boronicat. Këto fruta janë të pasur me antioksidant dhe ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit. Ullëntimet tregojnë se boronicat përmirësojnë rregullimin e sheqerit. Ato mund të konsumohen si meze ose të shtohen në drithra dhe kos. Tërshëra. E pasur me fibra të tretshme, tërshëra ndihmon në ngadalësimin e përthithjes së sheqernave nga zorët, duke reduktuar kështu nivelin e sheqerit. Filloni ditën me një tas tërshëre dhe shtoni fruta për një shije dhe lëndë ushqyese. Kakao. Pluri i kakaos pa sheqer ka treguar efekte pozitive në nivelin e sheqerit në gjak. Flavonoidet në kakao ndihmojnë në përmirësimin e ndjeshmërisë ndaj insulinës. Mund ta shtoni në smoothie ose të bëni çokoladë të nxehtë ose edhe qumësht bimor. Dieta e shëndetshme është një mjet i fuqishëm për menaxhimin e niveleve të sheqerit në gjak. Duke përfshirë këto ushqime në dietën tuaj do të ndihmoni trupin të rregullojë nivelin e sheqerit dhe promovojë shëndetin e përgjithshëm. Konsultohuni gjithmonë me një mjek ose dietolog për këshilla të personalizuara dhe mos harroni se një dietë e shëndetshme kombinohet më së miri me aktivitete të rregullta fizike dhe do të ofrojë gjithashtu përfitime më të mira për shëndetin tuaj. Kur dikush vuan nga diabeti, organizmi i tij ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin ose nuk mund ta përdorë atë si duhet. Ky problem shkakton akumulimin e tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet me një sër simptomash siç janë trobitje fizike, madje edhe sëmundjet e zemrës. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mirat sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video do të mësoni disa nga produktet më të mira ushqyese, të cilat duhet i keni pjesë të dietave tuaja, duke ditur kështu ndikimin pozitiv që kanë në mbajtjen nën kontroll të luhatjeve të sheqerit, do të jenë në një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj. Drithrat e plota ose buka e elbit është një zgjidhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga sheqeri i lartë në gjak. Ndonse shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi ose ajo prej drithit të plot mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj, dhe si e tillë duhet të jetë pjesë e pandarë e ushqimeve të përgjithshme. Ato janë të pasura me fibra që ngadalësojnë tretjen dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rrushi, molla dhe kanella gjithashtu janë zgjidhje shumë të mira të dietave tuaja. Shumica e frutave ka nivele të ulta glicemike sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber, por niveli glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë nivele të larta glicemike sepse shtrydhja largon fibrën dhe lëngjet mbeten vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë shumë boronica, rrush dhe mollë kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta glicemie, ndërsa patatet e ëmbla kanë nivele të ulta dhe për më tepër janë të pasur me ushqyes të rëndësishëm për diabetikët. Kosi. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit i cili ul rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi bërë në shtëpi ka nivele të ulta glicemike dhe mbi të gjitha është i shëndetshëm. Tërshëra.
Sipas të dhënave, tërshëra ka nivele të ulta glicemike dhe pak gjasa të shkaktojë luhatje të niveleve të sheqerit në gjak. Tërshëra përmban edhe beta-glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ul yndyrën në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos shëtepërojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve janë në një zgjidhje shumë e mirë për personat që vuajnë nga diabeti. Arrorët janë të pasur gjithashtu edhe me fibra element ushqyes shumë të rëndësishëm për dietën tuaj. Ato janë të pasur me proteina me bazë bimore, acide yndyrore mono të pangopura, antioksidant, vitamina dhe minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhet të konsumohen pa e tepruar në varietatin e papërpunuar të tyre. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që duhet jetë pjesë e dietave tuaja është edhe hudhra. Hudhra ndihmon ndjeshëm në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe sekretimit të saj, duke ofruar kështu një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Peshqit. Peshqit nuk kanë nivele glicemike dhe janë të shëndetshëm për personat që tashmë vuajnë nga problemet e diabetit. Merluci i rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht i rekomanduar për diabetin dhe personat të rrezikuar prej tij. Ndaj sigurohuni që t'i keni pjesë të dietave tuaja këto produkte, duke ditur edhe rëndësinë e veçantë që kanë, duke përmirësuar kështu edhe shëndetin tuaj dhe duke mbajtur larg luhatjet e sheqerit në gjak. Diabeti tipi 2 mund të jetë i mirë ose shkatrues në varësi të mënyrës se si trupi reagon ndaj tij. Nëse thjesht zgjidhni të injoroni nivelet të sheqerit në gjak, kërcënimi kryesor që vjen nga diabeti tipi 2, atëherë jeni në telashe të mëdha. Megjithatë, nëse ndërmerrni hapa për të kontrolluar atë, diabeti tipi 2 vështirë se ndikon në jetën tuaj. Me këtë në mendje, një pije e cila i kalon të gjitha është uji. Sipas Diabet UK, uji është pija më e mirë e gjithanshme për njerëzit me diabet. Diabet UK pajtohet. Meqense uji nuk përmban karbohidrate ose kalori, ai është një pije perfekte për njerëzit me diabet. Studimet kanë treguar gjithashtu se pirja e ujit mund të ndihmojë në kontrollin e niveleve të glukozës, pra të sheqerit në gjak. Gjetjet nga një studim i dukshëm i botuar në revistën Diabetes Care sugjeruan se kur marrja e ujit rritet, kjo mund të parandalojë ose të vonojë fillimin e hiperglicemisë dhe diabetit pasues. Pjesëmarrësit që konsumonin më shumë se 1 litër ujë në ditë kishin një rrezik 28% më të ulët të zhvillimit të hiperglicemisë së re, krahasuar me ato që pinin më pak se 500 ml ujë në ditë. Studiuesit theksuan gjithashtu edhe hormonin vazopresin, i cili rritet kur ndodh dehidratimi, si një faktor rreziku i mundshëm për hipergliceminë dhe diabetin. Autorët arritën në përfundimin se rritja e marrjes së ujit mund të zvogëlojë gjithashtu gjasat për hapjen e problemeve të sheqerit në gjak. Përveç ushqimeve që duhet i keni pjesë të rutinës suaj të konsumit, janë edhe disa produkte të tjera të cilat duhet i mbani sa më larg nga ju. Ëmbëlsuesit natyral. Disa njerëz përpiqen të shmangin sheqerin e bardhë dhe të krijojnë diçka më natyrale si mjalti. Fatkeqësisht edhe këto burime të sheqerit janë të natyrshme dhe mund të shkaktojnë rritje nëse konsumohen me tepritës. Pra në vend që të kërkoni mjalt ose alternativa të tjera, provoni ëmbëlsues me 0 kalori. Ushqimet e skuqura janë ushqime të dëmshme për personat që vuajnë nga diabeti. Ngrënia e ushqimeve të skuqura mund të shkaktojë rritjen e niveleve të glukozës në gjak. Këto lloje të ushqimeve shpesh të mbushur me yndyrë jo të mirë, për shkak të vajit të përdorur mund të çojë në një tepritës të sheqerit në gjak. Ushqimi i skuqur mund të rrisë gjithashtu rrezikun e kolesterolit të lartë, shtimin në peshë dhe zhvillimin e diabetit të tipit 2. Patatet e skuqura, ushqimet e larta me yndyra të pashëndetshme, kosi i frutave, lëngjet e frutave të gjendura në markete, karbohidratet e përpunuara, drithrat me sheqer, karamelet dhe ëmbëlsirat janë produkte të cilat ndikojnë negativisht në luhatjet e sheqerit dhe duhet t'i mbani sa më larg nga dieta juaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like,
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.